Në shënim të ditës botërore të poezisë, sot u mbajt një konferencë dhe orë letrare mbi jetën dhe veprën e poetit Ali Podrimja. Pjesë e konferencës së mbajtur në bibliotekën e qytetit ishin disa shkrimtarë, të cilët shpalosen evokime, kujtimesh dhe karakteristika të veçanta të veprimtarisë poetike të poetit Podrimja. Në evokimin e tij, shkrimtari Agim Byçi zgjodhi të flasë për veprimtarinë e Ali Podrimjes. I dashuri, i nderuari dhe i paharruar Ali, ne duhet të them publikisht se ti e çlirove poezinë shqipe dhe dëre vargun kryengët e metaforik, e zopik e mesazhor, ironik e goditës. Gjuha e poezive tuaja është plot figura stilistike, idioma fraza, që nga metafora, simbolet e asonancat deri te krahasimet, alegoritë e antitezat. Gëzohemi e kërnomi për veprat e antologjitë e botuara, për mirënjohjet dhe shpërblimet e fituar në vend e në botë. Ti ditë të futesh mjeshtrisht në shpirtin e në mendjen e njerëzve tanë, dhe nga minjerat e tyre nxorren në dritë histori shekush nga kultura dhe tradita jonë. Në panelin e zgjedhur për të folur më shumë mbi jetën dhe veprën e Ali Podrimjes ishte edhe Muharrem Kurti, kryetari i klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, i cili tha se titulli poet emblematik në letërsinë shqipe i takon Ali Podrimjes. Ajo që duhet të dihet dhe dim gjithë se Ali Podrimja është poeti më emblematik i poezisë bashkëkohore shqipe. Këtë kanë thënë gjithë poetët më të shquar shqiptar, por edhe një pjesë e poetëve botëror. Njëkohësisht, vlerësimin për rëndësinë dhe nivelin cilësor të poezisë Ali Podrimjes e ka thënë edhe kritika shqiptare. Nga ky ambient për shkrimtarin nga Gjakova u lexuan edhe poezi të krijuara nga disa nxënëse. Shkruaj plot plagët që s'patën mjekim. Pastaj kujtimi për poetin Ali Podrimja është vendos në një ambient tjetër me një orë letrare. Profesoresha Teuta Lama Hota tregoi qëllimin e mbajtjes së këtij aktiviteti letrar. Qëllimi i mbajtjes së kësaj ore letrare ishte pikërisht për ditën botërore të poezisë, ku ne përzgjedhëm sipas tesës që të flasim për figurën e shquar të poetit dhe veprën e tij, poetit Ali Podrimja, i cili ka lënë gjurmë të thella dhe ka ndikuar në zemrat dhe mendjet e secilit prej nesh, dhe është e rëndësishme që brezat të rinj të njohin më thellësisht veprimtarinë autorëve të shquar, të cilët e kanë ndërtuar historinë e letërsisë shqiptare, dhe nëse nuk i kujtojmë në këto ditë, kur tjetër. Për rolin e poezisë të shpallur si ditë botërore nga UNESCO foli krijuesi Angel Berisha. Ja shpallën poezisë se është ndër më të vjetrat. Ja shpallën poezisë se në përshekuj, në periudha e ka luajtur rolin e komunikimit nëpërmjet edhe kulturave të njerëzve, edhe siç tha profesoresha, interpretimit shpirtëror, edhe bartjes historike, edhe dashurisë, edhe gjitha motivat që mbajnë nëpërmjet të poezisë. Ndërsa poezitë e lexuara nga disa nxënës adhurues të fjalës së shkruar të poetit Ali Podrimja u mirëpritën nga të pranishmit në sallë, duke risjellë në kujtesë mjeshtrinë artistike të poetit. Edhe lulës, edhe femrës. Kur të flasësh, fol të dëgjohesh në bjeshk, të dëgjohesh në shkretët.